Dita e sotme e Pentekostis është një festë e madhe. Në kishën e parë ishte festa e dytë mbas Pashkës. Dhe kur ka qenë atëre, padyshim që duhet jetë edhe sot, sepse Pentekostia është përmbushja e gjithçkaje që përmbushi Krishti, përmbushi dhe premtimin e tij që i tha që do dërgoj Shpirtin e Shenjtë. Shpirti i Shenjtë jo vetëm që ju dha dituri apostujve, po ju dha dhe fuqi, ju dha dhe kurajo. Prandaj dhe dita e Pentekostis quhet dhe dita e themelimit të kishës, sepse kisha e parë u themelua nga hiri i Shpirtit të Shenjtë. Dhe Pentekostia na kujton për disa gjëra shumë të rëndësishme. E para, për gjuhët. Kjo është përmbysja e asaj që ndodhi në kullën e Babelit. Çfarë ishte në kullën e Babelit? Tregohet në Dhjetën e Vjetër, kushdo që ka lexuar mund ta di historinë, se si njerëzit flisin të njëjtin gjuhë dhe u mblodhen së bashku për të sfiduar Perëndin e për të ngritur një kull të lartë saqë të arrinin deri në qiell. Ndoshta nuk është vetëm thjesht në planin historik, është në planin shpirtëror. Ata donin ndërtonin një qytetërim që të bëheshin si Zoti pa Zotin. Ne nuk mund të ndërtojmë një shoqëri kur të ketë drejtësi nëse nuk do jetë Perëndia. E nuk mund të bëhemi si Zoti nëse nuk është hiri i shenjtë i Perëndis dhe nuk është Perëndia. Prandaj dhe zbritja e Shpirtit të Shenjtë mbi apostujt Pentekostia është përmbysja e krenarisë së kullës së Babelit, kur njerëzit menduan që mund të ndërtojnë gjithçka pa qenë Perëndia tek ata. Nëse ne nuk kemi dashurinë shpirt, nuk e kemi as Shpirtin e Shenjtë. Shën Siluani thot këtë fjalë. Doni të dini që keni fituar Shpirtin e Shenjtë? Shikoni në zemrën tuaj. Nëse i doni të gjithë armiqtë tuaj, e keni fituar Shpirtin e Shenjtë.